rasti i shitjes së barnave pa afat në Besitë të Prishtinës, sipas odës së farmacistëve nuk mund të jetë i qëllimshëm. Zëvendës kryesuesi i kësaj ode, Astrid Haxhijaha, tha për Kiks Kosovën se mund të jetë vetëm një huti procedurale e farmacistit. Sa i përket barnave të skaduara që po pretendoni apo keni bërë kulumtimet që janë dhënë barnat apo janë shitur barnat nga farmacistët të skaduara, mendoj kjo ka mujtë të ndodhë ndonjë huti gjatë procedurës, përdryshe nuk besojmë dhe nuk mendojmë që farmacistët shesin barnat e skaduara, as nuk diskutohet kjo. Unë e konsideroj vetëm si një huti, sepse këto lloj gjërat nuk mund ndodhen edhe nuk është ndonjë kosto, dhe po t'ishte kosto, nuk besoj që një farmacist mund ta shet një bar i cili është i skaduar. Megjithatë, ai thotë se ky rast është nën përgjegjësinë e Inspektoratit Farmaceutik. Ne kemi edhe Inspektoratin Farmaceutik që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe merr masat ndëshkuese në këtë rast edhe ndaj farmacistit, po edhe ndaj veprimtarisë. Haxhijaha pohon se çdo banatore e ka programin e caktuar, në të cilin regjistrohet çdo produkt a pajisje mjekësore dhe i cili në mënyrë automatike paralajmëron datën e skadimit. Çdo barnatore ka dhe programin e vet, ashtu siç është përcaktuar në procedurën standarde të operimit të një barnatore, e cila paralajmëron 3 muaj apo 6 muaj përpara për barnat të cilët afrohet data e skadimit. Me rastin e skadimit të afatit të barnave, sipas ligjit për produkte dhe pajisje medicinale, prodhuesit, qarkulluesit me shumicë dhe pakicë të produkteve medicinale, ku hyn edhe barnatorët, si dhe institucionet shëndetësore, janë të detyruar që ato t'i dorëzojnë për asgjësim. Barnat të skaduara fillimisht regjistrohen në një formular ku përcaktohet apo shkruhet emri i barit, dozimi, data e skadimit, numri serik e tjera. Më pastaj këto barnat karantinohen dhe ruhen në një qoshe të barnatores derisa të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore. Ministria e Shëndetësisë përmes Inspektoriatit Farmaceutik është vetëm asistues i kësaj procedure, që i bjen në momentin e fillimit të asgjësimit të këtyre barnave, atëherë kompania e licencuar është e obliguar që ta ftojë Inspektoriatin Farmaceutik që ta verifikojë stokun në të cilën e ka deklaruar. Asgjësimi i barnave pastaj bëhet nga kompanitë e licencuara nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, të cilat këtë procedurë obligohet ta bëjnë në vende të caktuara e me aparatura të posaçme. Përveç mallit të vet, sipas këtij ligji, barnatoria është e detyruar të pranojë produkte medicinale të papërdorshme, ku hyn barnat pa afat edhe nga qytetarët. Shpenzimet shtesë për asgjësimin e barnave pa afat që qytetarët mund t'i dorëzojnë në barnatore, mbulohet nga buxheti i shtetit.